Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Harrojeni botoksin, zbulohet maska që zhduk çdo rrudhë në fytyrën tuaj. Kujdesi për fytyrën duhet të jetë i vazhdueshëm në mënyrë që ajo të jetë gjithmonë e shëndetshme. Është shumë e rëndësishme që përveç se për të pasur një lëkurë të bukur dhe pa njolla, ju nuk është e thënë që të shpenzoni produkte të shtrenjta, por duhet të dini se ekzistojnë disa maska, të cilat mund të bëhen lehtësisht në shtëpi dhe nuk kanë asnjë efekt ansor. Produktet e blera përveç se janë të shtrenjta përmbajnë edhe një gamë të gjerë substancash të dëmshme. Këto produkte nuk janë efektive, ndaj duhet t'i shmangni sa më shumë të mundni. Në vend të tyre duhet të mendoni për mënyra të tjera si maskat natyrale të cilat mund t'i përgatisni edhe vetë në shtëpi. Duke miksuar produkte që ju përdorni edhe si ushqim, do të mund të keni një fytyrë të cilën e keni dëshiruar gjithmonë, pa njolla dhe plot shkëlqim. Përbërësit: një patate dhe gjysmë limon. Përgatitja: së pari qëroni pataten, lajni mirë dhe preni në copa dhe shtojeni në një blender. Më pas, shtrydhni një gjysmë limoni dhe shtojeni lëngun e tij tek patatet. Lëreni derisa të merrni një përzierje homogjene të cilën do ta përdorni si maskë për fytyrën. Aplikojeni këtë maskë në lëkurën tuaj me lëvizje rrethore dhe lëreni të veprojë për 20 minuta. Më pas, lajni fytyrën me ujë të ngrohtë. Shfaqja e rrudhave është një proces natyral biologjik i plakjes dhe çfarëdo që të bëni nuk mund ta shmangni, dhe pse deri më tani është besuar se rrudhat shfaqen në të 30-tat e vonta, sot po shohim gjithnjë më shumë vajza të reja që përdorin kremra antiplakje. Janë radikalet e lira, rrezet ultravjotëse dhe toksinat, stresi, duhani, gjenetika, stili i jetesës e të tjerë, ato që përshpejtojnë procesin e plakjes. Duke qenë se në fazat e para vërtet nuk keni nevojë për produkte të shtrenjta antiplakje apo procedurat e tilla si për shembull botox, ne këtu do t'ju japim këto receta maskash të cilat kanë veti që të zhdukin rrudhat tuaja dhe të bëjnë veprime lifting në fytyrën tuaj. Këto maska mund t'i përgatisni në shtëpi dhe përbërësit natyral nuk do të kenë asnjë efekt negativ në lëkurë. Receta e parë është pikërisht maska me tërshër. Kjo maskë mundet që të zbeh pamjen e rrudhave të para dhe njëkohësisht të parandalojë shfaqjen e tyre. Përbërësit janë 2 lugë tërshër, gjysmë filxhani ajk qumshti, një lugë gjelle vaj ulliri, një lugë gjelle vaj bajame. Përgatitja: përzieni ajkën e qumshtit me tërshërën dhe ngrojeni pak në zjarr të avashtë. Kur të shikoni që tërshëra është të zbutur, shtoni vajrat, aplikojeni në lëkurë dhe lëreni për 20 deri në 30 minuta. Siguroni që të shmangni sytë dhe buzët kur të aplikoni maskën. Receta e dytë është maska me të bardhën e vezës. Ju duhet një lugë çaj mjaltë dhe një e bardhë veze. Përzieni mirë derisa të formoni një pastë homogjene dhe lyeni jo vetëm lëkurën e fytyrës, por edhe të qafës. Lëreni për 15 minuta dhe shpëlajini me ujë të vakët. Këto maska jo vetëm që ndihmojnë në zbehjen e pamjes së rrudhave, por gjithashtu mund të zvogëlojnë aknet. Në Japoni ekziston një traditë shumë e vjetër për përdorimin e orizit, jo vetëm në kuzhinë, por edhe për përdorim kozmetik, terapeutik dhe medicinal. Orizi përmban vitamina B, të cilat stimulojnë riparimin e qelizave dhe reduktojnë plakjen e parakohshme të lëkurës. Për më tepër, uji i orizit ka veti hidratuese dhe antioksiduese, të cilat përmirësojnë aftësinë e lëkurës për të thithur rrezet ultraviolet. Për ta mbajtur lëkurën të freskët dhe plot vitalitet, ju mundet të përgatisni një maskë natyrale
e përdorur nga gratë japoneze për qindra vjet për të përmirësuar pamjen e fytyrës. Përbërësit janë 3 lugë orizi bardh, 1 lugë gjelle qumësh dhe 1 lugë gjelle mjalt. Zjeni orizin plotësisht, kullojeni atë, vendoseni me një anë ujë negatimit dhe përzjeni orizin me qumësh dhe mjalt. Përzjeni në mënyrë që të gjithë përbërësit të lidhen mirë me njëri tjetrin. Pas të larjes së fytyrës aplikoni kremin dhe përhapeni mbi të gjithë sipërfaqen e saj dhe lëreni të veprojë për 30 minuta. Në fund shpëlani fytyrën me ujin ku zgjet orizin. Rrudhat janë një pjesë e paevitueshme e procesit të plakjes. Tek disa njerëz rrudhat dalin para kohe kryesisht tek zona e syve, gojës dhe qafës. Rrudhat shkaktohen jo vetëm nga rënja e prodhimit të kolagjenit, por edhe nga ndotja, ekspozimi në diell, mungesa e vitaminës D3, përdorimi i tepërt i produkteve kozmetike, ndryshimi i kremrave dhe duhani. Rrudhat mund të zbehen, shmangen dhe të mbahen nën kontroll me disa trajtime tërësisht natyrale, dhe në këtë video ne do t'ju tregojmë disa prej kurave më të mira natyrale kundër rrudhave. Vaji i arrës së kokosit. Me këtë vaj mund të masazhoni zonën e rrudhave duke kryer lëvizje rrethore. Pas masazhit ju mund ta mbani vajin e lëkurë për gjithë natën. Kura duhet përsëritur çdo mbrëmje. Vaji i arrës së kokosit i jep lëkurës tuaj një shkëlqim natyral dhe zbeh rrudhat. Vitamina E. Kapsulat e vitaminës E mund t'i blini në farmaci dhe të përdorni disa prej tyre çdo mbrëmje. Vitamina në formë vajore duhet aplikuar në zonën e rrudhave dhe duhet mbajtur për disa orë. Ky trajtim duhet bërë çdo mbrëmje. Vitamina E hidraton lëkurën, zbeh rrudhat dhe ushqen me antioksidant. Uthulla e mollës. Përzjeni 1 lugë gjelle me uthull molle dhe 1 lugë gjelle me mjalt. Aplikojeni maskën në lëkurë dhe në qafë. Mbajini për 15 deri në 20 minuta dhe shpëlajini me ujë të vakët. Këtë maskë duhet që ta bëni 2 herë në javë. Uthulla e mollës ruan gjithashtu ekuilibrat e pH-it, ndërkohë që mjalti i jep fytyrës shkëlqim rinor. E bardha e vezës. Rriheni të bardhën e një veze dhe vendoseni në lëkurë. Prisni sa të thahet dhe më pas shpëlajini me ujë të vakët. Kjo maskë e përshtatshme për lëkurat me yndyrë duhet bërë 2 herë në javë. E bardha e vezës vendos lëkurën dhe gjithashtu mundet që të zbehë dhe rrudhat. Avokado. Tulin e avokados mund ta shtypni në një mikser dore dhe maskën ta mbani në fytyrë për 20 deri në 30 minuta. Kjo maskë duhet bërë 2 herë në javë. Avokado zbut rrudhat dhe i jep lëkurës shkëlqim, gjallëri dhe gjithashtu shëndet. Aloe vera. Përzjeni 1 lugë gjelle me xhelin e aloe verës me të bardhën e një veze. Maskën mbajini për gjysmë ore dhe më pas shpëlajini me ujë të vakët. Xheli i aloe verës gjithashtu është një burim i pasur me vitaminë E dhe bashkëpunon mirë kundër rrudhave me të bardhën e vezës. Lëngu i limonit. Përzjeni sasi të barabarta të mjaltit dhe të lëngut të limonit. Maskën mbajini në fytyrë për deri në 10 minuta. Lëngu i limonit përmban vitaminë C dhe nxit formimin e kolagjenit i cili zbeh rrudhat. Soda e bukës. Përzjeni 1 lugë gjelle me sodë buke dhe 1 lugë gjelle me ujë. Fërkoni lëkurën me lëvizje rrethore për disa minuta ose aplikojeni si maskë dhe mbajini në fytyrë për 10 minuta. Soda e bukës heq qelizat e vdekura dhe përmirëson qarkullimin e gjakut. Mirë po duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku. Para se të përdorni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloheni më parë me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton.
Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!